Kujt do t'ja merrte mendja se djersitja e tepër gjatë natës paralajmëron këto 3 probleme shëndetësore. Zgjimi natën duke u ndjerë të nxehtë dhe me djersë është një nga ndjenjat më të pakëndshme. Këto valë të nxehtësisë intensive mund të ndërpresin një gjumë të mirë dhe të lënë të ndjesh i ngadalë të nesërmen. Pra, të kuptuarit se çfarë mund të shkaktojë djersitjen e natës tuaj është hapi i parë i trajtimit të këtij problemi. Në këtë video do të listojmë disa nga shkaqet më të zakonshme të djersitjes gjatë natës. Megjithatë, është shumë e rëndësishme të theksohet se djersitja juaj gjatë natës mund të shkaktohet edhe nga klima e nxehtë në të cilën ndodheni. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Mbajtja e shumë batanijeve ose madje edhe një dysheku që e mban trupin tuaj të ngrohtë. Nëse nuk janë këto shkaqet, atëherë mund të vuani nga këto probleme të cilat do t'i rendisim në këtë video sipas step to health. Në thelb, djersitja e natës tuaj mund të jetë gjithashtu për shkak të afshit. Medical.net shpjegon se gratë të cilat janë në periudhën e menopauzës shpesh përjetojnë afshe në kohë të ndryshme gjatë ditës edhe sidomos edhe gjatë natës, të cilat zgjohen të mbuluara qull në djersë. Kjo mund të jetë një arsye kryesore sidomos tek femrat në menopauzë. Nëse gjatë kësaj periudhe të jetës suaj zgjoheni shpesh të djersitura, mund të jetë për shkak të problemeve të cilat mund të lidhen me menopauzën. Medical.net shpjegon se mund të keni edhe infeksione të tjera ose inflamacione të kockave të cilat mund të shkaktojnë djersitje gjatë natës. Infeksione serioze të tilla mund të shkaktohen edhe nga problemet ngjitse siç janë edhe ato të sëmundjeve, të cilat duhet të mbahen në monitorimin e një mjeku për t'i evituar edhe problemet në shëndet. Stresi dhe ankthi mund të shkaktojnë që trupi juaj të djersitet më shumë gjatë periudhës së natës. Mayo Clinic thotë se simptomat e tjera të ankthit përfshin edhe probleme me nervozizmin, tensione dhe gjithashtu edhe probleme me gjumin. Çrregullimet e gjumit gjithashtu mund të shkaktojnë shqetësime të djersitjes. Apnet shkatruese të gjumit ose ndonjë çrregullim i gjumit mund të shkaktojë djersitje të mëdha gjatë natës. Simptomat të tjera të cilat mund të shoqërohen janë çrregullimet e pagjumësisë, mbytje gjatë natës, të cilat ju mungon edhe fryma, edhe presion i lartë. Nëse ndjeni këto shqetësime, bëni një konsult me mjekun tuaj për të evituar kështu çdo dyshim të mundshëm. Djersitja e çdo personi mund të lidhet edhe me aktivitetet e tij ose edhe me problemet e organizmit. Dihet që gjatë stinës së nxehtë trupi djersitet më shpesh dhe më shumë, për shkak të përballjes me temperaturat e larta. Në shumë raste kjo është diçka normale që ndihmon në nxjerrjen e toksinave jashtë nga trupi. Gjithsesi, edhe ky proces nëse fillon dhe ndodh vazhdimisht, vetë se i dëmshëm mund të kthehet edhe në një bezdisje të madhe për aktivitetet fizike. Ka disa shkaqe mjekësore sipas Healthy Line përveç vapës së tepërt që mund të reagojë trupi juaj në këtë mënyrë. Sipas ekspertëve, një arsye mund të jetë tiroidja hiperaktive. Kur tiroidja mbiprodhon hormonet e saj, metabolizmi juaj fillon dhe përshpejton procesin e tij. Në këtë mënyrë ju filloni dhe djersiteni pa pushim. Prandaj nëse ndjeni djersë të mëdha pa shkak, faji mund të jetë i tiroides. Sëmundjet kronike. Sëmundjet kronike të zemrës ose mushkërive mund të bëhen shkak për djersën e tepërt. Kjo sepse trupi ka vështirësi të funksionojë në normalitet, duke krijuar kështu faza të djersitjes së mëdha. Hiperhidroza. Një nga diagnozat më të zakonshme kundër djersitjes së tepërt është hiperhidroza, një çrregullim që shkakton mbiprodhim të djersës dhe aktivizon gjëndrat e djersës. Në botë rreth 15 milion njerëz vuajnë nga hiperhidroza. Njerëzit e prekur nga kjo sëmundje kanë sasi të madhe të djersës, zakonisht në duar, në këmbë dhe në fytyrë. Edhe ushqimet jo të duhura gjithashtu mund të shkaktojnë këtë shqetësi. Një nga mënyrat më të mira për të shmangur probleme të tilla sipas mjekëve është stili i jetesës dhe konkretisht të ushqyerit shëndetshëm. Kjo këshill vjen krahas trajtimeve mjekësore, ilaçeve ose recetave të ndryshme, të cilat janë individuale në çdo rast. Përfshini në dietën tuaj perimet.
Mund të zgjidhni të gjitha perimet jeshile dhe të pasura me ujë, pasi ato ndihmojnë trupin për të hidratuar dhe bëjnë metabolizmin të funksionojë në mënyrë më të qetë. Ndër to zgjidhni lakrën, spinaqin, brokolin, patlıxhanin, gjithashtu edhe lule lakrën. Shtoni në dietën tuaj kalcium. Ushqimet të cilat janë të pasura me kalcium janë gjithashtu një metodë e mirë për të mbajtur larg djersitjen e tepërt. Të pasura me këtë përbërës janë kryesisht prodhimet e bulmetit, pra qumshti dhe djathi dhe nënproduktet e tyre, të cilat janë mjaft të rëndësishme për të marrë edhe një rritje të vlerave të trupit. Nëse doni të përmirësoni imunitetin, atëherë duhet të keni pjesë kalciumin të dietës suaj. Vaj i ullirit gjithashtu është një zgjidhje shumë e mirë për organizmin dhe për shëndetin në tërësi. Edhe pse vaji i ullirit funksionon si një mënyrë e mirë për të rregulluar temperaturën e trupit dhe për të qetësuar metabolizmin, ndaj vendosni që të parin në listën ushqyese të keni vajin e shëndetshëm të ullirit, i cili do të jetë një zgjidhje shumë e mirë lehtësuese kundër djersës së tepërt. Bananet gjithashtu mund të jenë një aleat i mirë i trupit kundër këtij shqetësimi. Bananet janë të pasura gjithashtu me kalium, elektrolite të cilat ndihmojnë organizmin të vetë hidratohet. Gjithashtu sasia e madhe e magnezit që përmand ndihmon në qetësimin e trupit edhe të tretjes. Ndaj sigurohuni që të zgjidhni produktet e duhura ushqyese për të mbajtur larg këto komplikacione. Djersitja është një proces natyral i trupit i cili luan një rol të madh edhe në ftohjen e tij, por edhe në eliminimin e toksinave nga trupi. Mirëpo, djersët e tepërta mund të jenë vërtet të pakëndshme dhe ndonjëherë shenjë ndonjë sëmundje që ende nuk e keni zbuluar. Kur është normale të djersiteni shumë dhe kur është simptome një problemi shëndetësor? Kur është normale djersitja? Sasia e djersës konsiderohet normale është mjaft e ndryshme dhe varet nga individët dhe mënyra e jetesës së tyre. Trupi prodhon më shumë djersë kur jeni edhe jashtë në ditët e nxehta, kur jeni nervoz, keni temperaturë ose jeni vazhdimisht në aktivitet fizik. Djersitja ndonjëherë ndodh kur ham ushqime pikante. Prandaj, nëse ushtroheni ose bëni punë fizike dhe bëni atë në temperaturë më të larta, mund të prisni më shumë djersitje. Por çfarë është djersitja e tepërt? Kur djersitemi më shumë se sa i nevojit e trupit është djersitje e tepërt ose hiperhidroz. Rreth 3% e popullatës vuan nga ky problem. Megjithatë, njerëzit kanë nevoja të ndryshme për djersitje dhe gjithashtu vështirë të gjykohen kur djersa është e tepërt. Në këtë mendje, ekspertët ende rendisin disa shenja të cilat mund të tregojnë se jeni duke djersitur tepër siç janë. Djersitja ndodh edhe kur nuk jeni aktiv dhe nuk jeni të nxehtë. Sasia e djersës rritet papritur për arsye të pashpjegueshme. Ju djersiteni shumë më tepër se të tjerët që janë paq aktiv në të njëjtën kusht. Ju vëreni një sasi të madhe të djersitjes vetëm në pjesët e caktuara të trupit. Por pse ndodh djersitja e tepërt? Shpesh ndodh që shkaku i djersitjes së tepërt të mos e gjendet. Ndonjëherë fenomen mund të jetë për shkak të gjenetikës, veçmë më e rëndësishmja edhe për shkak të periudhës së pubertetit. Djersitja në pëllënd dhe në këmbë mund të ndodhë edhe te të vegjëlit. Djersitja e tepërt e papritur në moshë mallore mund të jetë rezultati i disa problemeve shëndetësore, medikamenteve të ndryshme dhe kushteve të trupit. Shkaqet më të zakonshme të djersitjes së tepërt janë sindroma Frey, marrja medikamenteve për diabetin, sëmundjet e tiroides, gjithashtu edhe presioni të lartë të gjakut, si dhe disa antidepresiv, infeksione të ndryshme, disa lloje të komplikacioneve, sëmundje të zemrës, të mushkërive, gjithashtu edhe probleme të menopauzës, probleme të imunitetit dhe shqetësime të ngjashme. Djersitja e tepërt në vetvete nuk është e rrezikshme, por është e rëndësishme që të siguroheni edhe të bëni hidratimin adekuat për trupin. Nëse dyshoni se djersitja është pasojë e problemeve shëndetësore, konsultohuni me një mjek, për të evituar kështu edhe komplikacione të cilat lidhen me shëndetin tuaj në mënyrë të përgjithshme. Vëmendje: ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë.
të mos e zhvendësoj në këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk ka në përqëllim që të mbulojnë në të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake ndër veprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë tuaj.